e brez pas brezi, Shkolla Maria ka ndjekur të rinj në një pjesë të jetës së tyre, duke u krijuar atyre mundësi për të hapur rrugë të reja për një të ardhmë të ndërruar. Gjendëm në hyrjen e kësaj shkolle, e cila ka qenë e shkuara e shumë nxënësve dhe të jetë e ardhmja e shumë prej tyre. Duke ecur dal nga dal në ambientet e saj, dua të tregoj një copës historie të vogël me një vlerë të madhe. Ishte data 12 shtator 2011, kur fillova vitin e parë të gjimnazit, ku kisha fituar provimin e pranimit në Shkollën Maria. Me kalimin e ditëve, javëve dhe muajve, kur filluam të njohim njëri tjetrin dhe mësuesit, filluam të kuptonim vlerët që kjo shkollë na përcillte dhe të jetonim me to. Vihej një frymë tolerance, mikpritjeje, solidariteti dhe dashamirësie, jo vetëm midis nxënësve, por edhe në marrëdhënien mësues-nxënës. Në këtë shkollë mësuam me të vërtetë të respektojmë të tjerët. Mësuam se çdo njeri gabon dhe meriton të falet. Mësuam se gjithçka arrihet me dialog. Mësuam gjithashtu se suksesi nuk vjen vetvetiu, por kërkon angazhim maksimal. Por në shkollë nuk ke vetëm përparësi. Në shkollë duhet përgjegjësi e madhe si personale, ashtu edhe sociale. Me kalimin e kohës, fillon të kuptosh që kjo shkollë nuk të detyron të jesh dikush që nuk do, por të jep mundësinë të jesh vetvetja, duke u bazuar edhe në shprehjen të gjithë jemi të ndryshëm, por në fund të fundit të barabartë. Dal nga dal, filluam të njiheshim me historikën e shkollës. Mësuam që viti i parë i hapjes së kësaj shkolle është periudha 2004-2005, ku u krijuan 2 klasa paralele. Për më tepër, le të ndjekim një intervistë të Motor Carlës. Pyetja për Motor Carlën është: si ishte për ju të ishit drejtoreshe kësaj shkolle për 8 vite me radhë, duke parë brezat që iknin e të tjerë që vinin? Të dashur miqtë, ju falenderoj më shumë për ftesa që ne keni bërë për të marrë pjesë në këtë moment, në këtë fest. Tani jam në Itali, por kam në zemër histori që kam jetuar atje në Shkodër, në Shqipëri. Con l'avvio, l'inizio della scuola Mesme a Scutari è stata uno dei più grandi e significativi atti di fiducia che ho ricevuto dal Signore, non solo io ma tutta la comunità. Naturalmente qualcuno prima aveva già preparato il terreno perché potesse iniziare la scuola Mesme e potesse iniziare questa nuova avventura, questa nuova esperienza. Naturalmente è stata fondamentale la collaborazione con tutta la comunità per poter partire con coraggio e con tanto entusiasmo, anche con un po' di incoscienza. Abbiamo sognato insieme la scuola Mesme e il Signore ci ha permesso di vedere realizzato questo sogno. È stato un dono grande, è un dono grande quello di poter sognare qualcosa di bello e poterlo vedere realizzato. Il sogno di avere tanti giovani nella nostra casa, ai quali offrire strumenti importanti per crescere come persone e cittadini di questo mondo. E questi strumenti importanti sono la cultura, l'educazione, i valori cristiani e la gioia di scoprire e vivere la forza del carisma salesiano. Una cosa bella che mi porto nel cuore è anche il cammino che abbiamo fatto come comunità educante. Suore, insegnanti, genitori, giovani, insieme, per cercare il meglio per voi e con voi. Il lavoro educativo non è mai il lavoro di una persona, ma sempre di una comunità. Anche se ci fosse un insegnante bravissimo, il migliore di questo mondo, non potrebbe fare nessun lavoro educativo. Insieme lavoriamo per un progetto che ha voluto il Signore, che vuole il Signore. Dopo 10 anni, il Signore ci ha donato anche la gioia di vedere tanti giovani avviati alla vita e che guardando indietro hanno saputo vedere e riconoscere il bene ricevuto. Questi giovani li incontriamo ancora oggi sul Facebook, che ci raccontano, che si ricordano con emozione quei tempi trascorsi nella nostra scuola. E queste sono le gioie più grandi di chi in modo diverso è stato genitore, perché ha dato la vita
e tra questi ho la gioia di esserci anch'io. Auguro anche a voi che possiate continuare a vivere bene il momento presente, prendendo coscienza di quanto bene ricevete tutti i giorni, entrando in una casa che ha voluto Maria Ausiliatrice per voi. Faleminderit, Tegito. Në të vërtetë, ato vite kanë qenë shumë të veçanta për mua personalisht, por edhe për krejt qendrën tonë dhe për shkollën tonë, pasi pikërisht në koincidonte me 100 vjetorin. Atë seminari ka qenë një seminar organizuar bashkë me Etrit Salesian në qendrën Don Bosco, sepse kishim menduar që së bashku të ecnim të thellonim disa tema. Kurse vizita e Madre Marinela Castaños ka qenë shumë e veçantë për ne, sepse kjo motër, duke qenë e përgjithshme, ka drejtuar institutin tonë tamam në periudhën e rënjes së murit të Berlinit. Kështu që falë saj, motrat salesiane, me guximin që kjo motër ka pasur, janë rikthyer në Shqipëri. Për të tjerat, për suksese, këto nuk janë suksese, janë kënaqësi që Zoti na jep. Dhe mendoj që nëse secili bën pjesën e vet, nëse secili bën mirë atë që Zoti ka ngarkuar, ne mundemi me ndërtu mozaikun e madh të jetës, por autori i bukurisë të mozaikut është Zoti. Shkolla jonë është së pari një institucion, por veçanta kësaj shkolle është se frymëzohet nga sistemi edukativ i Don Boscos dhe Maria Mazzarelos, e cila transmeton këto vlera: tolerancë dhe mikpritje të ndryshueshmërisë, solidaritet, dashamirësi, falje, respekt, shërbim, dialog dhe pjesëmarrje, angazhim, përgjegjësi personale dhe sociale, rritje në besim dhe në jetë shpirtërore, ndershmëri, besnikëri, miqësi, sinqeritet dhe shoqërizim. Intervistë me Motër Rakelën. A besoni se nxënësit e kësaj shkolle, kur të dalin në jetë, mund të jenë kristianë të devotshëm dhe qytetarë të mirë? I nostri giovani, oggi è possibile essere dei buoni cristiani e degli onesti cittadini. Soprattutto i ragazzi che hanno frequentato la nostra scuola nella quotidianità hanno respirato in un ambiente curato dei valori molto forti, valori umani, spirituali, morali, che li hanno aiutati a formarsi in modo integrale. Nella misura in cui hanno recepito dei valori e hanno capito l'importanza del saper dare ragione dei valori a cui sono stati educati, sicuramente saranno capaci di essere se stessi, di aprirsi agli altri, di vivere il valore della giustizia, della legalità, della solidarietà, dell'apertura al trascendente con molta più forza, perché nel corso degli anni sicuramente l'esempio, la testimonianza, il saper aver avuto anche persone che hanno saputo dare ragione, no, di tutti questi valori li aiuterà. Tante sono le generazioni che sono passate dalle nostre scuole, già dai tempi di Don Bosco e di Madre Mazzarello, abbiamo avuto ragione della riuscita di questi ragazzi, di questi uomini che poi nei vari ambiti professionali hanno dato il meglio, e quindi per noi è importante oggi continuare a credere che una scuola salesiana può continuare a formare buoni cristiani e onesti cittadini. Ndjekim intervistën me Motër Mikin. Cili është sekreti që kjo shkollë të ketë qëndrueshmëri dhe vazhdimsi? Allora, sekreti e vazhdueshmërisë e kësaj shkolle. Unë besoj që nëse diçka ka me vazhdu, duhet të ketë cilësi. Por cilësinë me çdo drejtë madje, cilësia e shkollës është sigurisht cilësia e lendeve, cilësia e kalimit e dijes. Më ka vë gjithmonë përshtypje, kur kam pa fëmijë të vegjël, të cilët janë interesuar për çdo gjë
për gjithçka duke pyet pse, kanë dëshirë me shku deri në thellësinë e gjërave. Besoj që shkolla e ka këtë detyrë, me bë me shiu dijen. Dhe besoj që shkolla mund të ketë vazhdueshmëri nëse e ka këtë dëshirë me kalu dijen, dhe nëse bën me shiu dijen zërëse. Buskus është një shpikje shumë e bukur e mahniqme, sepse unë Busko ka besuar që shumë gjërave mund të parandalohet. Ishte bindur për një gjë, që asnjë person nuk është i keq, që mund të bëjmë ndonjë veprim i keq, normale kjo punë, sepse gabojmë, sepse harrojmë, sepse nuk na shkon ndërmend në atë çast. Por nëse është dikush pranë, i cili kërkon me kujtu në kohën e duhur, atëherë edhe mund të mos t'i bëjmë ata gabimet. Atëherë është tepër më e bukur të parandalojmë disa gjërave. Don Bosco ishte i bindur që nëse ndihmon të rinjve me tregu ku është bukuria e jetës, atëherë ata mund të jetojnë bukuren. E kjo është sistemi parandalues. Kërkon me parandalu të keqen dhe me tregu bukuren e së mirës. E mira që plotson jetën tonë me gëzim dhe me lumturi. Se këtë duam të jemi të lumtur. Kaq. Dhe, a mund të na transmetoni një mesazh të vogël për punën e madhe të mësuesve tanë? Puna e mësuesit, unë besoj që është shumë e rëndësishme, sepse mësuesi nuk ka vetëm me kalu dije, vetëm njohurit, por mësuesi është duke tregu rrugën e jetës me gjithçka çfarë është, në çdo vështrim me të cilën të vështron, me çdo fjalë që të është duke drejtu ty, me gjithçka çfarë është duke transmetuar me jetën e tij, me sjelljen e tij, jo vetëm me fjalët e tij. Dhe me ka mësu me jetu këtë jetë lumtur dhe plot mësuesi im. Pastaj pse që kishte sukses. Dhe uroj këtë sukses të gjithë mësuesve tanë. Në tetor të vitit 2011 u përfshim në aktivitetin e parë të kësaj shkolle, që quhej Festa Mirëseardhjes, e cila organizohej për t'i uruar mirëseardhjen viteve të para dhe mësuesve të rinj. Kjo ishte festë e përvitshme që u festohej në shkollë që nga krijimi i shkollës dhe që do të vazhdojë në vitet me radhë. Ditët nuk vonuan të kalonin dhe sërish një aktivitet tjetër. Një festë të cilën nuk e kam dëgjuar më parë, turkiti në dyert e klasës sonë, Festa Solidaritetit. Mësuam se edhe kjo ishte një ndër aktivitetet e përhershme të shkollës sonë dhe për këtë festë organizoheshin lojra të ndryshme, që kishin si qëllim mbledhjen një sasi të caktuar fondesh, të cilat shkonin për familjet ose fëmijët në nevojë. Ishte vërtet diçka e bukur për mua ky organizim. Të japësh nga vetja dhe t'i gjendesh tjetrit në nevojë. Ndërkohë që ndodhem brenda ambientit të shkollës dhe orët e mësimit po zhvillohen, le të ndjekim një intervistë të mësuesë Rodinës. Duke qenë se çdo vit organizohen festa të ndryshme, duke përfshirë këtu edhe festën e solidaritetit, si ndikojnë këto aktivitete formuese tek nxënësit? Një ndër pikat e forta të shkollës tonë janë edhe festa që shkolla jonë organizon. Nxënësit domethënë gjatë festave të ndryshme, sepse të pas parasysh se në shkollën tonë na vijnë nxënës shumë talentuar, nxënës që janë piktorë, që dinë me ty, kena edhe nxënës që dinë me kënu, i ndihmon ato që me shpreh ato talentet e tyre para bashkëpunëtorëve të tyre dhe para ne mësuesve. Mendoj se aktivitetet formuese në shkollë janë shumë të domosdoshme, edhe sepse i ndihmojnë nxënësit që dalin nga rutina e përditshme. Është një nga pikat e forta të shkollës tonë, organizimi i festave të ndryshme. Nxënësit e ndihin vetin shumë mirë edhe besoj se kur bëjmë përzgjedhje në ardhmë te kjo shkollë është edhe një ndër pikat që nxënësit kanë parasysh edhe pyesin nëse zhvillon apo jo aktivitete. Atëherë si çdo shkollë tjetër, aktivitete zhvillohen, por ne jo japim një rëndësi pak sa më të madhe se sa në shkollat e tjera. Pa harruar festat e nëntorit, njohja me rënjet dhe historinë e vendit tonë. E veçanta e vitit 2012 ishte 100 vjetori i pavarësisë, ku shkolla jonë u organizua për festimin e saj dhe në realizimin së bashku me ish-nxënësit e kësaj shkolle, një ekspozite në pedonale e cila u pasua me aktivitetet e tjera të shumta. Le të ndjekim intervistën e mësuese Manjolës. Duke nditur se ju jeni apasionuar pas historisë, a ndihet po njëjtë passion tek brezat e rinj?
Falenderoj për mendimin që keni për mua, si mësuesja pasionuar, por gjithë këtë mendim ma keni dënos ju, sepse në momentin kur unë jap mësimin, dhe ju shoh jam shumë të predispozuar me mësu gjithmonë më tepër historisë botnore dhe shqiptare, unë aty kuptoj që duhet më dhënë sa më shumë. Edhe është dëshira ju për me mësu që më bëjnë më tepër me studiu dhe më dhënë më tepër. Kjo është mendimi jam. Dhe gjithmonë më tepër ka nxënës, të cilët pretendojnë, kanë dëshirë me ditë më shumë për historinë, edhe e vazhdojnë edhe më tej. Edhe kjo është domosht shpërblimi më i madh që mund të ketë një mësues në këtë rast. Ndërkohë që vitet kalonin, kurreshtja për të mësuar diçka më shumë rreth shkollës dhe mistereve të saj sa vinte dhe shtohej. Kështu mësuam se një festë tjetër e përvitshme që organizohej në shkollën tonë ishte loja e ëngjëllit, ku gjithsesi